Përshëndetje të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi tashmë në rubrikën tonë të showbizit, me ngjarjet edhe me lajmet më të fundit, me dinamikat më interesante që kanë të bëjnë rreth personazheve publik, rreth personazheve më të dashur tuaj. Do ndaloj të flas tani për një temë që në fakt është një temë që përflitet disa ditë. E pash ditën e djeshme që është bërë temë shumë mediatike, unë e kam trajtuar me thënë drejtën 2-3 herë si temë, por dua ta flas pak më gjërësisht dhe dua në këtë raport të jap mendimin tim se çfarë budallalliku është, realisht më duket budallallik, që të akuzohet një vajzë kaq shumë nga disa fanbase për një arsye, për shkatërimin e marrëdhënies të një djalit me një shokun e tij. Domethënë mua kjo më duket pak e pavënd edhe më duket pak e paprecedent, me thënë drejtën. Tani, Selin nga disa fansa, nëse mund t'i quajmë fansa, së fundmi është akuzuar për një mundësi apo situatë që ajo ka krijuar te Gimbo që e ka prishur marrëdhënien e Gimbos me Gjestin. Domethënë është një akuzë shumë e fortë, të thuash ti se ti e ke prish marrëdhënien e Gimbos, që Gimbo ka patur një marrëdhënie të jashtëzakonshme me Gjestin, mendoj që është një nga akuzat më të tmerrshme dhe më ignorante që ne mund të dëgjojmë. Selin, çuditërisht nuk është se ka reaguar në Instagramin e saj për këto lëvizjet, ajo pati një intervistë dhe e ka sqaruar në mënyrë të detajuar se e ka takuar Gjestin, se nuk ka asnjë krisje, se kanë raport shumë të mirë, se kanë marrëdhënie shumë të mirë, por çrëndësi ka në qoftë se Selin ka dhënë një mendim në shtëpinë e Big Brotherit, domethënë një mendim që tashmë u bë një tmerr i madh. Gimbo dhe Gjesti, sa për informacion, sepse jam interesuar, ka marrë informacion, kanë raport shumë të mirë, normalisht që Gimbo do të ndaj kohë me personin e zemrës së tij, është më se normale, se të gjithë ne, kur e duam një femër, mundohemi që të ndajmë kohë sa më shumë me të. Gimbo qëndron më së shumti në Tiranë, sepse është sa më afër Selin, por gjithashtu dhe Gjesti jeton në Kosovë, tek familja e vet, tek shtëpia e vet dhe këtu nuk ka asnjë gjë të keqe. Marrëdhënia e të dy çunave është një marrëdhënie shumë e bukur, çunat kanë raporte fantastike, shoqëria vazhdon, të gjitha ato grupet e hapura që i kanë patur më herët, WhatsApp, Viber janë aktive, marrëdhënia atyre është fantastike. Andaj le të mos bëjmë lajme të kota, sepse shoh ca lajme që realisht më shqetësojnë, që ngrejnë pikpyetje për marrëdhënie të ndryshme, pse Gimbo nuk e ka këtë raportin kështu, pse Selina nuk e ka këtë raportin, pse Gjesti nuk e ka këtë raportin. Domethënë më duket pak e çuditshme. Raporti është shumë i bukur dhe nuk ka në asnjë mënyrë arsye pse një dashuri të shkatërrojë një raport shoqërie.